përshëndesim, mirëmëngjes të gjithëve. Në këtë ditë me shi, jemi këtu për të gatuar, për të shoqëruar në bisedat tona dhe për të pirë kafen ton të mëngjesit bashkë me familjet që na ndjekin. Si të kam ty? Në më të mirën e mundshme. Me kërpudha sot, të kujton edhe kohën, kërpudha dalin pas shiut, kështu që ka një lidhje, një lloj sinergjie me klimën jashtë. Po, dhe të kush puna e kërpudhave normalisht nuk po flasës varietetet, as cilësit sot po e bëj që më pak pushim sot nga kjo blablaja, po që është domosdoshme dhe kjo blablaja është domosdoshme, por mjafton që kërpudhat mos jenë helmuse. Mirë në rrugë. Pa kemi fjalë të mira, fjalë helmuse, kemi kërpudha të mira, kërpudha helmuse. Por kemi shumë cilësi, kemi shumë variante. Është ajo pankushi e madhe, faktikisht në këtë gatim të lule lakrës, ajo kërpudha e madhe pankushi që është e kaftë dhe është e çrregullt, ashtu siç i gjejmë ne nëpër afër lëvorës së drurit. Ajo është më e duhura. Si kundër? Kërpudhat normalisht edhe bishtat shkojnë. Nëse unë do ta bëj të mbushur, është një problem, ja, për shembull, nuk bëhet e mbushur, kërpudhat të cilat nuk lahen, vetëm i pastrojnë. Minion, po kur është e mbushur ne i heqim këtë lëkurën, ja, këtë për shembull. Kur është e madhe, kur është e vogël nuk ka nevojë. Kur ne i skuqim nuk i largojmë. Dihet që kërpudha vet kërkon shumë yndyrë, faktikisht kërpudha. Është që e kërkon yndyrën. Ka dhe lagështirë, pa tjetër. Dhe qa i shkon më tepër, i shkon shumë tartufi. Mirë, thasë tepër. Do thonë ju, kuna nëzore tartufin. Tartufi ka egzistuar, thjeshtë, ne nuk e kemi përdor. Ne në përdorimin e gjërë, se dikur tartufi ka qënë... I përdosh me njifnin më përpara. Pa tjetër, për jo ka që vlerë sa ka tani për shembull, edhe këtë çmim që ka në stratosferë. Kam një tigan simpatik, cilindrik, që do t'i shtoj vaj, dhe kur flasim tek vaj, unë përdor vajin e ullirit, pa shtuar fare yndyrë sot, e lë pak sa të ngrohet, dhe shtoj kërpudhat. Përse nuk e lash vajin të ngrohet, sepse unë kam tiganin që është ngrohur, dhe kështu mua më luan këtë funksion, duke i prer kërpudhat në katërç. Nëse kemi kërpudhat të mëdha, normalisht do na duhen në kubik të vegjël ose në rrethore, në disje si të dëshironi ju, nuk ka problem, mjafton që unë t'i kaloj këto në kaurdisje. Patjetër që lule lakrën e kam kaluar në boçe, siç e shikoni këtu, e kam zier bashkë me gjethet e veta. Bashkë me gjethet. Thjesht unë kam larguar vetëm koçanin. Po, shiko tani, kemi thënë 2 produkte, por të përmbledhim pak recetën, se çfarë na duhet tjetër për të recetën e lule lakrës në furrë, me vezë dhe kos, sigurisht që kërpudhat për t'ia shtuar më shumë vlerat proteinike dhe shije. Se ma direkt më shkon më në të benefitet, vlerat, a të fritojmë gjë nga kjo receta në shëndet apo jo. Një lule lakër mesatare, të cilën Albana tha që e ka zier, 4 vezë, 400 ml kos, 1 lugë vaj ulliri, 2 lugë miell, 1 lugë plur pjekës, 2 lugë gjalp, krip, arë moskat, 250 gram djath të bardhë kaçkavall. Ne tani sot, me qënë se kemi pemën, vajin e ullirit pema që sa po ka dalë edhe prodhimi, edhe në vazhdim në proces e sipër është prodhimi vajit të ullirit vëndas, nga ullint e jugut ton, kanë ardhur dhe është sjell ky vaj i cili një ditë tjetër dhe do të tregojmë disa mënyra se si ne të kuptojmë dhe të zgjedhim një vaj cilësor që përdorim të gjitha shqisat tona, që tek ngjyra, që tek nuhatja, që tek shija. Dhe të gjitha këto komponentë, nëse plotësojnë kushtet e duhura, patjetër që janë të barabarta me një cilësi të lartë të vajit. Në variante të ndryshme, gjitha është prodhim shqiptar, është një emër i ri në tregun ton, por që premton shumë për cilësinë edhe për kujdesin që i kushton jo vetëm për zgjedhjes së ullinjve, mënyrën e përpunimit në të ftohtë sigurisht dhe pastaj në amballazhimin në qelç. Dihet që vaj ullir duhet të qëndrojë në errësirë, në qelç, që të ruajë të gjitha vlerat e tij, për cilat sigurisht ekspertët tanë do të flasin se sa i rëndësishëm është në jetën tonë vaji i ullirit. Duhet kujdesemi për shëndetin, duhet ta përdorim vajin e ullirit në dietën tonë mesdhetare, që është një dietë shumë e shëndetshme, në fat të mirë. Dhe faktikisht e mirat mirave është
kur flasim mbi vlerat, mbi produktet, e mira të mira është që të kemi lexuar mbi ato. Po, të kemi lexuar. Jo çdo njeri i merr dhe i thot vlerat e një produkti sepse nuk është në disponimin e atij njeriut. Absolutisht. Pra, do të flasë dikush e vërtet e nje, është marrë me atë punë. Sepse shoh sot që burra gjithë secili jep vlerat. Po, mirë, gjigjo, vlerat janë të përgjithshme. Vlerat, sepse vlerat i përcaktojnë ekspertët, absolutisht. Ne duke lexuar ekspertët dhe duke lexuar rreth produkteve që konsumojmë, se sot informacionet janë të pafundme. Ne duhet i përzgjedhim, selektojmë. Gjëja më e mirë është që në çdo fjalë që unë them ti më kupton. Këtë do thosha dhe vazhdoje, po. Këtë do thosha. Por që nuk besoj se e rrëzon poshtë teoria s'kush që vaj ullirit është i shëndetshëm. Absolutisht. Bëhet i pashëndetshëm kur ne e keq përdorim ato, ose kur e lëm në kushte jo të duhurat për të... Për shembull, nëse ne vajin e ullirit e mbajmë në bidon plastik, sigurisht që nuk ka të njëjtat vlera, ose e zgjedhim ta marrim në bidon plastik. Sikundër, mikroplastikat apo të qëndroj afër një temperature të lartë në mënyrë që ai të ngrohet dhe vazhdimisht pastaj ne ta përdorim. Jo. Kjo është e gjitha. Aq më tepër dhe me temperaturën e lartë të gatimit. Nuk duhet të nxehet shumë gjatë. Po unë të kam aset në këtë pikë, edhe mbaroj muhabeti. Nuk dua ta përkthel, më kaq është. Ajo kjo është përktheli me vend, është me vend. Do kur unë them diçka, jam mbi të gjitha një konsumatore. Edhe duhet të jem si çdo konsumator dhe çdo anvis, patjetër që duhet të jem e informuar për produktet që zgjedh të fut në shtëpi. Tani, shiko, largoj lule lakrën bashkë me gjethet që mos të kem ujë. Nëse unë do ta shtoj në tavë, sado e thatë të jetë pjesa e bechamelit, në thojza e thatë, unë sërish do më krijohet pjesa e ujit poshtë tek tava. Dhe sa më shumë të ftohet, do jetë gjendja akoma dhe në ujë. Pra, unë nuk dua ta kem këtë, sepse mi heq shije. Po. Te buljoni perimeve, ja që unë e kam të përfituar këtu, jap sërish kripën, normalisht edhe piperin. Masën e piperit. I largoj të gjitha këto. Ja, që të kemi këtu. Bëj rrahjen e vezëve, sikurse sa të zën vendin që të largohet ajo lagështira e tepërt, që ngel vetëm ma të pakës fare yndyrë, sepse nuk më ngel, e ka pikur kërpudha. Vezët i kam rrahur, kam shtuar. Kripën sikur se tani shtoj dhe arë myshk ose arë muskat. Kam masën e kosit. Mendo që ka pak që të kem të rinjë zbuten më mirë. Po të doni ju, mund të shtoni miell misri, miell gruris, çfarë të dëshironi ju. Nuk ka fare problem. Le të marr një tenxhere simpatike, po për mua enet që mua më kanë në ngjyra më pëlqejnë shumë. Duke si ku del receta më plotësuar. Rregulloj dhe unë humorin tim në gatim, sepse gratë gatuaj, me skëputur pun pa dukur, normalisht kanë pak atë të rregulluar. Duhet një ndryshim tek enët që përdorin. Shtoj yndyrë. Mund ta bëni në dy variante, dhe unë po bëj variantin më me shije. Më pa shije është që i kalojmë të gjitha këto për kremin e bardhë, pra vezën, mielin, kosin në rraje dhe e shtrojmë sipër. Për t'i dhënë atë shijen pak më ndryshe, unë po e bëj, pra keni dy variante. Shtoj, më duhen vetëm, unë kam shtuar 4, këtu vetëm 2 luk, gjelle miell, 2 luk vetëm. Hajde, dhe me mikë edhe pak? Ne bëjmë pak. Ne edhe pak. E trazoj.
Normalisht do ul pak nxehtësinë. Po, që mos digjet mielli. Derisa të shpërthej aroma e miellit. Piqet mielli, por jo të marrin ngjyrë. Do t'i shtoj dhe pak ose fare në ndyrë, sepse e shoh që është pak sa me e thatë. Ja. Kjo është ajo çfarë mua më duhet. Ups. Të lëngun e lule lakër do ta përdorim. E largoj. Për do një supë. Ja, tani Na direkt. duhet aty. Tani direkt. Pra shiko, e kam afër nxehtësisë. Nuk është se e kam larguar nga nxehtësia. Më del me një supershije, nuk shtoj absolutisht krip në beshamel, sepse ka vetë lëngu që unë kam zgjer lule lakrën. Mos të jenë pa shije. I jap një përzierje. Ato shien, ato trajtën që duam ne, Po, që është po. kësi krem edhe jo shumë i plot, sepse na duhet që të mbulojë dy perimet e tjera, vezët dhe kosin dhe djathin, 3 produktet e tjera që mbetet që t'ja shtojmë tavës. Pra, kam një nxehtësi. Në njërën anë ka urdisëm kërpudhat, në vaj, kemi zjerë lule lakrën, i kemi bashkuar bashkë, përgatisim tani pjesën e kremit apo të beshamelit, në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër. Pra kjo është edhe misioni im që unë të jap mënyra të ndryshme. Të jap mënyra të ndryshme. Bëj misionin tënd të pa mundur në të mundur. Dhe atëherë vërtet do të gjeni kënaqësinë tuaj, që keni arritur diçka. Dhe direkt që të arrijun diçka, vendos të vezët që janë me pulat e rritura në natyrë. Ta ka marrë Po, kemi direkt e vetë. Duke e thënë shpeshe, Më pëlqen shumë kjo shprehje. kuptojmë se si duhet të jetë Më veza. pëlqen shumë kjo shprehje. Pra, krijoj një masë një trajtshme të kosit me vezën. Nuk shtoj krip fare, do të shtoj vetëm arën myshk. E largoj dhe shtoj pluhur pjekës që mua të më japi jo sodën, që të më japi dhe aromën e mirë. Në këtë masë, kos, vezë dhe plurin pjekës, bashkë me arën myshkun, e kemi shtuar tek kremi. Përse nuk shtova mielli sipër? Për të vetëm në arsye që mos jeti pa pjekur mielli. Po, edhe do të ketë një aromë, Po, ka një edhe një aromë rëndes tjetër, në po. trup. Tani më, Po të dua. ne e kemi mirë këtë tiganin dhe për furrë. Po të dua, se edhe... Kjo është një tigan që mund të përdore edhe në furrë dhe aty sepse mban ato aromat vaj lëngjet. Duket sikur e ftohim në një tavë tjetër. Po, ja, masën. Super çik djathë Pra s'ka sipër nevojë ta edhe. marrun lug-lug, e garushde, që ta bëjmë më të vështirë, se s'është e nevojshme. Do t'i shtojmë edhe djathin, mas djathi. që do krijoj pastaj atë shtresën e sipërme, që është pak krokante, me një ngjyrë të kuqërem, do ta vendosim në furrë të parangrohur. Dhe besoj se ishte shumë e qartë edhe e shpjegueshme, e lehtë për ta gatuar kjo recetë e tavës me lule lakër, me kërpudha, me kos, me vezë. E thjeshtë e shijshme për gjithë familjen.
dhe direkte në furrë 1 letër alumini të lutem. 1 letër alumini dhe përdorezën.